është shumë të rëndësishme për planifikimin familjar. Për këtë arsye, me neve është zonja Fatmire Ademi, mjeke familjare me shumë përvojë, e cila na ka nderuar sot në studion e Radio Televizionit Kosovës. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirë se ju gjej. Është kënaqësi të marr pjesë, domethënë emisionin tuaj. Faleminderit shumë, kënaqësia është e jona. Normalisht duke ditë thash me shkas që jeni me shumë përvojë në këtë drejtim, duke ditë që keni kontribuar në sistemin shëndetësor, por sot do të flasim për planifikimin familjar. Fillimisht kisha pas dëshirë me pyet për rëndësinë e planifikimit familjar, dhe normalisht gjenerata nga gjenerata ndryshojnë, po që rregulli mbetet i njëjtë, shëndeti mbi të gjitha. Po, unë jam doktoresha Fatmira Ademi, pranë stacionit 4 shëndetësor, me një përvojë afër 27 vjeçar. Në mjekësim familjar jam specialiste mjekësisë familjare. Dihet se mjekësia familjare, qysh edhe në të kohën, thënë mas luftës, veç po vjen duke u zhvillu, më thonë, promovimi i mjekësisë familjare. Çka është mjekësia familjare? Çka bën në promovimin e planifikimit familjar? Mund të themi se mjekësia familjare ka një rol shumë të rëndësishëm në këshillimin, pastaj në promovimin e planifikimit familjar. Sidomos, domethënë tek është ku mjeku familjar është porthyrëse, domethënë e pacientit me mjekun familjar. Edhe normalisht është fillimi është shumë i rëndësishëm, ashtu siç e thatë që është hyrja për me ardhë të kjo, por kur duhet realisht një çift të drejtohet të kjo për këtë? Po ne jemi të hapur, domethënë qendrat e mjekësisë familjare punojnë 24 orë në ditë, edhe ata janë të mirëseardhën për çdo këshill, për çdo Shumë mirë. Janë të mirëseardhur normalisht edhe është edhe drejtimi se çka ose këshillimi ose do thonë çka më tutje. Doktoresh, do flasim edhe për metodat kontraceptive, që janë metodat kështu më të zakonshme për planifikimin familjar që të jetë, po e them kështu, sa më i shëndetshëm, edhe cilat janë zakonisht rekomandimet që ju u jepni si profesionist. Po qendra mjekësisë familjare, domethënë e ka si program të veçantë, është promovimi apo edukimi i pacientëve apo në përgjithësi, kjo bëhet në mënyrë individuale apo në mënyrë me çift. Ç'është mundet me zgjedhë një çift metodën kështu më të përshtatshme, doktoresh? Shiqo, spari te mjeku familjar pritet domethënë të gjitha ballafaqqimet i tregon çifti për jetën e vet, domethënë sociale, pastaj shëndetësore. Mirët një checking i pacientit, domethënë analizat laboratore, po pasqyrë ose pasqyrë, domethënë përgjithësi e përgjithshme, mirën analizat laboratorike, edhe atëherë vendoset se çka më tutje këshillat. Kanë efekte anësore, doktoresh, këto kontraceptiv? Po ndëgjoj, këto janë mite ose keqkuptime në popullatën tonë. Mjekësia familjare është bazuar në shkencë. Edhe asnjë, domethënë, punëtor shëndetësor nuk jap informacione që nuk janë të bazuara në shkencë. Kjo është një realitet. Mitet veç vjen koha që janë duke u larguar këto mitë, se përpara ka qenë mas luftës, ka qenë një ballafaqim me pacientin, nuk ka dashur mirë me metodat prej më thjeshtës, domethënë e deri te kontraceptiv oral ose injeksionet. Doktoresh, ka vetësim të popullatës këtë drejtim, ndoshta duke lexuar më shumë, edhe normalisht madje ishte një kolege juaja këtu, tha që shumë herë sot pacientët vinë duke ditë që edhe kjo pjesa e ChatGPT-s edhe po kanë informata dorë zemër, po gjithmonë përvoja e ekspertëve shëndetësor e bën të durën. Po, përgjithësisht kushtet janë më të mira, është domethënë qendra mjekësisë familjare, në qendrën kryesore të mjekësisë familjare veç është, domethënë është ekipe veçantë që mirret me promovim edhe parandalimin e smundjeve, sidomos smundjeve seksualisht transmisive, pastaj planifikimin familjar, e kemi edhe për shembull edhe këshillimin e nanave, gjithonja këtu. I përmendë shumë të rëndësishme normalisht për me bua të check-upin e fillimit, analizat edhe pjesë tjera të pasqyrës për me poju si
si ekspertë shëndetësore, po cilat janë ato analizat që zakonisht ju je pacientëve që vinë qoftë për me pas një shtatzanit zonjave të reja. Po, për me pas një shtatzanit që është e shëndetshme në rënd të parë, dhe më thonë mirët nga ana fizike, pastaj edhe ajo psiqike, edhe një checking ose një analizat rutinore të infeksionit, sidomos ato që kanë probleme me krizat hipertenzive, se ka dhe më thonë janë moshat ku janë shumë moshat të reja që po kanë probleme me kriza hipertenzive, pastaj tek hiperglikemit apo tek problemet që kanë me sheqer, këtu duhet me pas një planifikim pak më të kujdesshëm. Mirë, çfarë roli luan kështu edukimi seksual në parandalimin e shtatzanive të padëshiruara? Po, edukimi shëndetësor është një mrekulli, për arsye se me edukim shëndetësor, i cili fillon prej moshave, domethënë prej moshave në shkolla fillore, është i mirë së ardhën, sidomos për popullatën në përgjithësi, sepse me edukim shëndetësor atëherë veç bëhet parandalimi i shumë sëmundjeve seksualisht transmisive, pastaj bëhet edhe parandalimi i shtatzanive jo të dëshiruara. Çfarë roli ka këtu, po e them, edhe institucionet arsimore që të informojnë duhur kur janë të ri, që të keni informacionin e duhur që ku të vinë në moshën e adoleshencës, pastaj në moshën madhore. Këtu kemi një bashkëpunim shumë të mirë me shkollat fillore, po ashtu të mesme. Domethënë ka ajo që të ndryshme, po ashtu edhe e kemi direkt, domethënë kontaktin me qendrën mjekësisë familjare, ku shkojmë e bëjmë promovimin apo dhënien e ligjëratave tek shkollat fillore dhe ato të mesme. Një bashkëpunim shumë të mirë. Mirë shumë. Te pjesa e prindërve, përmendet edhe shkollat edhe gjeneratën e re, çfarë duhet, ose prindërit, është mirë se të flasin me fëmijët e tyre që të edukojnë ata krahas shkollës, sepse ata shkollë mund të jenë për 6-7 orë, por normalisht që me prindërit e tyre kanë kohë më shumë, edhe përse që ndoshta edhe edukimi në familje është më e rëndësishëm. Po, më rëndësishëm, edukimi fillon qysh prej fëmijëve të vegjël, që janë parashkollor, sidomos ata parashkollor, më thonë, ka programet ndryshme që bën parandalimin. I përmendëm më herët mitet edhe ato ndoshta që bënë një paralele mes viteve pas luftës edhe viteve tash, edhe po më intereson ta di ka ose cilat janë kështu mitet më të zakonshme që edhe sot i hasni realisht që në fakt ndoshta duhet me qenë qetë që këto pjesë duke di që teknologjia dhe po hecë bashkë me shëndetësi. Po shqo, mitet ma të rëndësishme, për shembull është kur i thu pacientit të mirët kontraceptive oral. Thotë pse me marë kontraceptivin kur unë kam digju, në më thonë prej kojshikës ose, aje kam këtën dhe thotë nuk e marë për shkak se s'moj me mitë shtazon. Është të vërtet, aje është e bazume në shkencë, mjekësia familjare veç ka të bazuara në shkencë. Kjo është miti si kryesor. Pastaj, mos përdorimi i kontraceptivve. Ato, për shembull, kontraceptiv janë të ndryshëm, pastaj e kemi edhe pacientat në përgjithësi. Më thonë përgjithësi veç kanë fillu një edukimi veç ka fillu në rritje e sipër. Edhe, keni vështirë ose hasni të lashe me pacientët që me i bindë kundërtën, edhe ka raste kur në të vërtet ata të duhet ose ato duhet më ju dëgju, edhe në këtë rast kur të vinë, thonë që doktoresh keni pas të drejtë kuptimin që mos të shkone e fjale akujshikës aty, po ideja është që me u dëgju ekspertët e shëndetësisë. Në përgjithësi të është veç ka fillu, dhe më thonë një edukim më i mirë shëndetësor, edhe pacientët dhe që kanë pranu këto informacionet tona. Mirë, a është e lehtë për qytetarët të kenë qasje kështu të shërbimit dhe planifikimit familjar, jo vetëm në ambulanta, të thotë nuk është shumë kostet që të vijet në ambulant, pytet edhe... Kjo është një kost minimale, po, minimale, ose jepet këtu ligjëratat që jepen, ose dhe më thoni ligjëratat që bëhen për edukim të vazhdueshëm profesional, të jenë edhe falas që jepen në qendrat, pastaj prezervativ të jepen falas në qendrat kryesore të mjekësisë familjare. Besoni është një jetë krejt ndryshe mas luftës.
se s'kam pas informacione, në përgjithësi popullata s'ka pas informacione shumë të sakta. Tash veç ka fillu, domethënë normalizimi për shkak e këtu flitet se edukimi në për shkolla në rand parë, pastaj ligjëratat e ndryshme janë vedisu, pacientat veç janë vedisu. Mirë, doktoresh, besoj që para se të hynim në emision, thamë që me vërtet shërbimi në ambulantat e kryeqytetit, të shtëpive, kështu shëndetësore janë me të vërtet në nivelin dur, jo vetëm në Prishtinë, po kemi rastin të shohim edhe në qytete të tjera. Sa është i rëndësishëm ky bashkëpunim juaj edhe me qytetarin, po në këtë rast edhe me komunën, edhe me institucionet edhe më të larta shëndetësore, që një nën e re të vi edhe të jetë një zinxhir ndoshta deri te pjesa e gjithë procesit që të shkojë gjithçka mirë dhe mbar. Po këtu shihet edhe rezultati pozitiv. Këtu shihet një rezultat që është shumë i mirë kur kemi një bashkëpunim me menaxhment shëndetësor në përgjithësi, si ata komunal, po ashtu edhe qendror. Edhe çdo info, çdo ndryshim, na veç jemi të informuar si mjek, edhe automatikisht bartet tek popullata, këto informacione. Mirë, krejtë në fund, koha gri prave është, apo ka kalu? A këto po shkojnë po vinë? Këto shkojnë vinë. Shkojnë vinë. Shpresojmë shumë që mos të ketë edhe të jemi kështu të shëndorë, sepse kjo besoj është më e rëndësishmja në jetë. Doktoresh, unë ju falenderoj shumë për kontributin e juaj. Ju uroj shëndet edhe suksese jo vetëm juve, po gjithë kolegëve që bëni punë shumë të mrekullueshme në ambulantat e kryeqytetit. Faleminderit. Faleminderit Ignaci. Të nderuar shikues, do